Unë e shpjegoj pak, kuptimi është kjo, këto fjalë që s'ka thënë drejta vetë profetit. Po ideja ishte i çuditshëm, kështu, pa i shku, kishte punu si me thon 15 ditë, dhe pa i shku me i thon mirë rrogën për 15 ditë, kishte ikë fare. Të thotë ngelën, ato të holla që do t'ja ikësha një portinë që kishte punu, ngelën mu. Çfarë të bëj e imja s'është. Edhe i kishte futur në punë ato. Ato nga pak që ishin për 15 ditë punë, si me thon, ato ishin shtu. Ky tip i çuditshëm ishte kthyer pas i parë kohë gjatë. Pa i thonë as për shëndetje as gjë, i tha mjeva në hakun tim. E kishte pa kështu me çudi. Dhe i kishte thonë, domethënë ideja pse s'komunikon, pa i kështu tipin që tha mjev hakun tim se kam punu sa ditë s'më ke dhënë. Ai vetë që shku më mor. Edhe ky i thotë, e mendon këto lekë ashtu janë gokaq. Ja ku i ke tha Meri. Tha mos u talë me mua. Tha po, s'kam pastaj. Tha ato janë fund punë janë gokaq, shtyp takoj, se origjina ishte e jotja. Tha, thot ky njeri në sytë shokët vetë, tha, as faleminderit s'm ka thonë. I mori dhe hiku, ashtu tipi ishte. I mori dhe hiku. Pa të se shajti, se sot shajti në bu mirë. Ta shpëtu, e votë re sot, sa ka halë më thu, ky flori, sa maro halin, edhe kur një gjohë, filoni ka shajt ty. Edhe, i tham njënit, ka shajt filani. Ta e di. Ja, edhe prapë, edhe filani të kishte shajt, po e di, tha e di. Edhe e shanë dhe një tret, tha të ka shajt filani. Tha për këte po çuditën. E tha pse u çuditën për tretin, jo për 2 të parët, po 2 të parëve tha i kam bo mirë, dhe kam gjetë gjithmonë keq nga atyre që i bëj mirë. Ti si kom bo mirë, tha nuk e di pse më shah. A është bo kështu pasha Allah, apo jo? Kurse edukata islame është me boj jetë mirë. Wallahi mos e tris zemra derisa t'ja kthesh herë. A të bekon ty i madhi Allah me qenë musliman edhe voçme, një që të bën mirë me ja kthy me 10, një që të bën mirë me ja kthy me 20, të ketë hije jetën sipërfaqe të tokës, sa i që të ka bën mirë mos ja harro gjithë jetën. Minimumi me ja kthy me të mirë, maksimumi me ja kthy me shumë mira. Profeti alayhis salam i dha dikujt një deve, i mori dikujt një deve. Sa më duhet dhe ai ia dha, sa do ta kthej. Për ta shpjeguar më kështu i dha këtu me makinë më që të fiket sa herë ecën dhe me e lodhur ishte. Po profeti i shërbej, thotë me modesti. Kur i erdhi koha me ja kthy, i dha i deve si me qenë Porsche, si me qenë Benz i fundit. I tha ai dërguari Allahu s'kam, tha ai që bën mirë i devotshëm ja kthen më mirë se çfarë. Me të morë në një borë sot, ti të trotuar e i këtë tjetër që mos ata koshkare me ta shumë. Nga rujtë, do të më këshur, në të me të avash. S'ki për të bojë më vegre gjysot, po vëdhe në mënyrë graduale, e para është me e kuptu qartë mjallë në islam, dhe pastaj mënyrë graduale me thot hiku i madhi zot as faleminderit s'm tha. Dhe unë tha po them këtu në mes shokëve të mi, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik fafarrij anna. Tha, nëse e kam bërë për Iza për hir tënd, për kënaqësinë tënde, na ka rrugën i madhi zot në hall të madh. Po profeti alayhis salam, shikoi çaj historie, ja ka po Allahu ty në më na e thonë ne sot. Ato 3 kanë qenë mirë apo e dëgjojnë sot, kështu disa e dëgjojnë atë live. Por ne duhet me i vazhdu se këtë i ka thonë Muhammed Mustafa alayhis salam, thot u hap mos ditë dot. I than tretit, elhamdulillah që kishin qelluar te 3 njerëz mirë. I than tretit, po ti tha po e kam dhënë ti. Ai ndërkohë që kishin folur ato kishte menduar. Tha një femër e kam dashur shumë. Tret. Gjëra që ndodhi, pse ky është hadith i madh unë ndaj me ju. Pa dhe ne këtu jemi pra. Ne është turp me thonë, kështu ishin këto, e pse ne çau me gjë këtu sot. Sa jemi? Do dikush ka hyrë hak me prindrit, inshallah mos i mbaroj do t'i shkoj ti për qafoj. Dikush mund të ketë hyrë hak tjetrit, e ka pas punëtor, ka thonë hama mos e s'ka punu tamam, ne ka shtyri çik, gjithë këtu jemi. Mos bëjmë dali sikur ne rrim me Xhebrail Amini, se është turp, ne gjithë jemi me gabime. Dhe i treti ta kam dashur femër shumë. Imagjinoj vdesa sa i burri, sa çudi e madhe kjo botë. Kjo çfarë ska, sot do bësh 7 miliardë, do bëj e madhe sot. Se para 2 shekuj gjithë bota historikisht ka qenë me miliona. Tani çfarë zgjedh ose 7 miliardë subhanallahu alazim. Çfarë zgjedh 2 miliardë tonë muslimanë, imagjinoj 5 miliardë tjerë. Hasha lillah, çudi e madhe shumë. Dhe ky thot i vdiq bashorti asaj. Vdesi njëri duhet mu hindru, ky u kështu. Mendoj si erdhi rasti që kishte afër asaj femës. Realisht kështu është hadith. Dhe thotë kishte 3 fëmijë. Dhe unë ky majtas djathas mashtrus në atë kohë. Ku mundu me mashtru atë femër.
Nuk gjetë dobësit që i ndrojë jetë bashkëshortë. Kurse pasha Allah, një muslimani mirë e gjenë një rast dirë me ndihmu jetimet. Një muslimani mirë thot, elhamdulillah, ja jep gruz, jo vetë. Thot, qoja, familje, se ja. Qoja se mund të isha unë, të isha vdeket në shingirë fëmijë të mi. Islam raj. Edhe jetimi ka atërini fil gjenna, tha unë dhe i që kujdeset, ka filun jetimi, tha i që kujdeset për jetimin, edhe unë jemi në gjennet bashkë, kështu paralel, ka thonë Muhammed Mustafa, a.s. Dhe tha, e ndisha pranë, kur qëfar ndodhë, ajo u mundu femër më rakë madhë kështë që. Mundu dhe kur i tha kuj që kam sa të hodha për fëmijët në shtëpia i shkoj. Thot gjeta rasin një hodha për ta josh pasurinë aty që kësha nda për këtë femër. Më mundova t'i afroha. Kur sa i afrohem shikoj ka pa dy gjëra. Ajo u tridhte, s'kishte parë në eri moralitet. Edhe e dyta i dole në lopë, sigurim. Shala i madh dhe Allah do t'i boj femër muslimane të tilla. Alhamdulillah, ato që janë muslimane me emër, po bëjnë sa gabime. Me zot i shanë. Muslimani nuk ofendon. Thot që moraliteti është i keq, por nuk e shanë atë morale. Nuk lejohet kjo. Ne urrejmë vesin, kemi mëshirë të madhe shpirt që personi që ka bërë gabime të kthejë në Islam. Në Islam i rarë. Dhe për shembull vepër që bëjnë gabime i vjen gjithë duke thënë, jo, s'është kjo. Urrejmë vesin e keq. Njeriu ndon të afrojë Islamin nuk për ne. Se kur bën ti kështu ti ashtu tu gjëku tjerë pse ti e pa vesën veta. Zgjidhni njerëz gabushëm. Meriemi alayhi salam, Meriemi e madhe. Ai që të vosë në ubodhe inshallah do na bojnë motrat tona, bashkëshortet tona, nënat tona në nivel diell me i rast i dha leksion profetit Zakaria. Ai u kujdesej ja çon të ushqimin, ai u falte edhe një adhuruse i moralshme pa fund. Kur i shkonte pastaj që arriti kulmin e devotshmërisë, i çonte ushqim, i kishte paraprit një ushqim tjetër. I çonte ushqim, i kishte paraprit një ushqim tjetër. Kur arriti majat e devotshmërisë, ky po i çonte ushqimin e verës, ushqimi që kishte ardhur nga i madhi Allah ishte i dimri. Dhe stinët ishin të ndryshme ushqimi i vite i gjithë stinëve. Dhe arriti i tha, ja Merjem, tha o Merjeme, unë sa jam të kujdes me të pru ushqimin, kush të paraprin mu që të cjellë ushqim ty më të mirë sa i që desha me të cjellën, tha Allahu gjelle shanu, gjelle gjelalu, o të kaddeset e smau, inna Allaha jadzuhu me njeshau bi dhejri hisab, ka dhe Merjeme me Kur'an, me fjallë Kur'ani, e ma dhe Allah e furnizonat e qiton, pa logari fare, me miliarda i ke purdon. Kanë ngellë Zakaria a.s. profet, qive sa mund të arri femrat, japi leksion dhe profetit, kanë ngellë thot dhe Zakaria ishte mosh madhe, ishte dashi fëmijë që gjithë moshtar, turp një lut Allahu, thot hunani ke da Zakaria rabbe. Këtu thot kur u mallën gjysë sa shumë e kishte ngrenë Allahu Merjemen, mori fuqi shpirtërore dhe tha, o Zot jep dhënë masardhës se ti je më i miri trashëgimtar. Jo femra në Islam. Inshallah do mundohemi të gjithë të edukojmë motrat tona. Vetëm tonë pra farë pastaj edhe femrat, edhe nanën dhe motër dhe nga radhë, e inshallah i madhi Allah do nxjerrë perlat moralshme nga familjet tona. Kjo është dëshira e madhe shumë, sepse sot moraliteti këto gjërat e kota po e shkatrojnë rinin tonë. Tha, kur i pash lotët, dhe e pash ju driti, thash qa ke? Qa të bëm që? Tha, frika për Allahut. Tha, unë kam qenë gjithë jetën femër e ndershme, sprova më ka qupë një jam. Dhe mendova, thot e kytëni, mendova, tha, kjo, në këtë halë të madhë, i lotojnë synë, i dridhe trupi, dhe zdon të boj këtë veprim, unë i kam gjithë atë mirë. Kishte familje, kishte bashkëshorte, ja kishte bo Allahu marrë në çdo aspekt, i ke vore si kuna ikin, njerëzit tonë janë martum, fillo shejtani, fillo mërzitet me nusën. S'po më duket e bukur tamam, ka gra që me vërtet s'po zbukurohen për burrën. Pjesa të dushës zbukurohen një rruga, motër muslimanet beka të Allahu zbukurohen për burrin, bëhu qetësi për bashkëshortin, bëhu kënaqësi për bashkëshortin, se shejtanët janë të frymëzuar me cyt femrën edhe bashkëshortin. Çfarë ndodh? Fillim zjarre ke zgjur. Thua me thon drejtës po merr me zgjot nusja. Ta ka marrë vesh Allahu do ta zbuloj. E shtyri mua, e shtyri mua, vetëm kur shef asaj që ta ka marrë vesh gjithë. E merr vesh bashkëshorta, ti merr fëmijë edhe ti pastaj çfarë? Ai isha mirë ose as e pa i gjej ka alkooli bre. E fillon. Edhe degradon.
Islami tjetër në mëson. Tjetër në bekon dhe me tjetër gjëlla nuk gjuron me ndërtu familjet e shnosh. I kështë mirë gjitha tha, kjo loton dhe i diri dhe trupi, unë i kam gjithat mirët, edhe unë du me boj moralitet. Tha, meri paret, meri ato të lekët, i mori. Tha më falë. Tha më falë. Se edhe unë e kam frikë Allah. Tha, in kun të falë të dhali kepti gawa që. Tha, i madhi Allah. Që ose këtë veprime kam bo me të knajsh ty, hap rrugë. O profeti alayhis salam u hap rruga. I boni sejdë të madhe Allahut edhe hikën të lumtur. Allahu i shpëtoi. Vlla dhe motër për ta mbyllë këtë pjesë. Pjesën e dytë e kam vogël fare se vaposh, po jam dy lara çepsi faktum dhe kjo është tani jam mirë. Boni sejdë dhe Allahu xhelle shanu ja habi. Prandaj valla dhe motër mos u mashtron ato që thonë, ha pse e mirat le mrap. E pa këto? E më se e mirat hum. Po e keqja ku çon të nduron? Kush pa hajër nga e keqja? Jo, vetëm ajo që thot Allah. Besimi i thellë edhe veprat e mira, pa fund negativ. Wallahi në këtë botë, edhe në botën tjetër. Valla dhe motër mos nxito. Duro. Do shohësh në një shikon që ecën për çastin. Kanë kasë, do ta shohësh mos ta. Kto që janë moshe madhe këtu i begatovdi madhe Allah që kanë eksperiencë e kuptojnë mirë atë që po them. Drejt nuk e kuptojnë shumë mirë. Se po shef shokun, po shef një kopshiu që po ecën ai me zullume. Ai kanë gas. Ai edhe pak e ka, nuk po shef burg, e shef drogum, e shef me gjëra, vetëm kur lekët vetëm ja çu prindit se ka punuar çon kumar. Kurse ky që duroi, ja ka begatovdi madhe zot, rrogën e çon çvi, i ka hije çdo lëvizje, është i kushtesh. Është një islam antistres. E ka pa Allah në gjitha dimensionet, ka knajq familje, ka knajq vetë, këto familje, duko fëmi, jetoj me gati, desi me gati, i i madhe, Allah si që ka hije me hiki muslimat. Më dy rrugë janë qarta, ato që janë mosh me madhe e kuptojnë. Ato që janë me tri, inshallah, islamin e tja habi sy. Allah e begato fëmi dhe i pjesë bobe dhe pas ta inshallah, shumë s'kemi për të zjarë. Allahu Gjellashanu i shpërblet për qetësin, hoxhën sonte nuk do të lanë pushën, mirë po do t'i lejon që të pauzojnë. Pil pakur, do të lusë që t'i përcjellim, nuk do t'a zgjasim edhe unë do t'a shkurtoj programin. Vetëm një ilahie e nisi do t'na këndojnë gjali e molla Ismailit dhe pas ti bashkë një ilahie do t'na këndojnë Albaniku edhe Ajeti, mirë po qëndroni s'keni ku qkoni o vlezër, krejt hapsira që në bushën. Këndutem, 100 litritarë, 100 pak tritarë, 10 minuta, 10 minuta. Jo qëtësi u lutemi që të vazhdojnë. Të të vazhdojnë me programin, o gjemat. Nuk e kemi krymë. Nuk e kemi krymë gjemat, ju lutemi për qëtësi. U lutemi për qëtësi, o gjemat. Ta ndëgjojmë e nisi. Gjemat ta ndëgjojmë e nisi. Jo, nuk do ta mbyll. Vazhdojnë. Vazhdo, afro mbao. Jam shqiptar me kris, zemrën plot iman. Jam feja islame, sunnet e Kur'an. Kemi shumë amiq, si sot e si dje. Gjithmon ju vengon, kombi me gjithve. Jam Kosovë
vazhdojmë xhema, do të ndërpresim ilahiet, do të vazhdojmë me hoxhën. Do të lutemi vazhdojmë xhema. Vazhdojmë hoxhën. Inshallah, pak minuta. Kush janë këto minuta? I sugjerim që unë kam me merak t'ja u thojsha sot edhe i duat dhe i bëjmë Allahu xhel xhelalu. Se u shpresoj shumë, jo vetja, po shpresoj shumë ke ju që dikush prej nesh t'jeti devotshëm. Ulen vlezër, vetë 15 minuta do të kemi. Ulen i lutëm. Do të na pranoj neve duan se dikush prej nesh të jeti devotshëm. T'ju themi sekret? Mashallah në mëndush. Gjatë tyre kohëve që kam lëvizë për vete të ndryshme, dikush e ka bojë duat mirë për mua e shoh veten më mirë. Për Zotin më të. Inshallah do dini diçka ai që nuk e don, Islami nuk më don. Çdo njeri që kjo punë ka disa që s'duan që kjo punë shpërndahet mirë edhe qartë. Unë dy kam mbrojtësit e mirë. Pa diskutueshëm dhe mjaftojnë. I pari është Allahu xhelle xhelaluhu wa taqaddaset esma'u. Për Allah dy të jeni ju. Duat e juja, mirësia juj, respekti që ju më bëni mu, mas Allahut mëndueshëm më jep motiv. Që mos më ndalë, edhe sa të kemi mundësi, sa të kemi frymë, ne përpiqemi me atë që na ka dhënë Allahu mëndueshëm, japim një mesazh ashtu siç duhet, edhe ashtu siç mendojmë ne që është mjali i Kuranit famlar. Çdo gjë ne flasim me ka dhënë Kurani ose profeti alayhis salam. Dhe Allahu ju shpërblet dhe ja kërkoj her pas here kur të kujtoheni për mu, bëjni një dua që Allahu na ruaj, dhe Allahu na çojë në xhenet e na paguaj këtë që po mundohemi me bë. Edhe atje në Vjenë i thash, edhe në Gjermani i thash, edhe kryesisë i kam thonë. Thanë që po na vjen qa donë. I thash po duaj gjë të madhe. Tha qarë, t'ja u japu një kafe kur të vi. E po jo qa donë në i gjë që po na vjen. Thash a doni ju që unë të vi e ju të mip një gjë e shpërblimet Allahu t'ja u japi juve. Thash do vi vetëm në emër të Allahu xhelle xhelalu xhelle xhelalu. Dhe kjo është ajo që duhet me bëjë musliman. Duke kujtu këtë shpellës, thash kudo që shkoj në Gjermani, në Vjenë, kudo në Austri, edhe këtu në mënyrë të veçantë, wallahi kam marrë li vajhillah dhe i kam thonë gjithë kryesive kudo që kam qenë, çdo që mos ma prish shpërblimin e Allahut mas lloj dhurate. Fare. Sepse për të shpellës i bekoj i madhi Allah, unë s'do shpërblimin e Allahut, apo unë marr dhuratën e ta marr shpërblimin ato që organizojnë. Jo, do unë. Pari. I gjoja u sugjeroj me 2 minuta. Shive sa fytyra ndryqume ka. Sa gëzim na jep Allah. Të themi gjohë, mu të parit. Juve pastaj mas meje, nga ajo penxerja hapë mas asaj shejtoni o. Thot, ky po na bos një orator, asë do t'ja gjejë unë t'i. Një. Me ju ka i esap tjetër. Thot, do i përqaju në këto ose kur si lej vlezër në emër të Allah. Dhe një nga plagët që kemi 2 miliard musliman sot në botë është që neve po shkelim mbi Kur'an, nuk po e dum dhe me respektu njëri tjetrin siç na kërkon Kur'ani famlart. Wallahi ja u them vllazërish ju sugjeroj, s'po jam për këshill. Ju sugjeroj kur mos e lejoni të mallkumin që ne të ndajemi ta shikojmë njëri tjetrin shtrembur, apo t'i bëjmë njëri tjetrit dëm, apo t'i bëjmë njëri tjetrit keq, sepse i madhi në Kur'an ka thënë Allahu xhelle xhanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Gjithë muslimanët ka thënë jam vëllezër, gjithë motrat muslimane jam motra, shejtani s'ka vënë këtu mo. Ja shkë penxherë atje, duhet me ne. Ne na ka bëu Allahu vëllezër. Këto parime me shkjen, ka për të na poshtruar i madhi Zot. 2 miliard sot s'kemi kur farë zërit në tokë, fare. Pse? Se ka lujta i rolin dhe ne s'po kuptojmi, e ne s'po bashkohemi, edhe bashkimi jonë, dashuria jonë bitë gjitha për Allah, ne do t'na bëjt fuqishëm, do t'na bëjt krenar, dhe do t'na bëjt që zëri jonë dëgjohet. Janë parime, thot Kurani respektoni Allahun dhe dërgumi dhe mos u përçani, qofse përçani, ju hum fuqia, ju hum deri, ju
Misioni, çdo rob bën gabime, këtë gabim s'duhet me bë. Kush është gabimi që s'duhet me bë? Mos më pa tjetrin si vlla. Po ju themi që kur shkoi provintin Medine, i ndau dhe i tha o ju ansar, po ju vinë muhaxhirët i kanë lënë gjitha me shtëpi me çdo gjë. Bojini vëllezër. Ato u bën vëllezër për Zotin dhe i thot ai që ishte në Medinë, aty që është Mekë, ja ku e kam shtëpinë dhe ja ndate për gjys. Ti mos e ndaj. Po ta them unë. Edhe ti mos e ndaj. Pse? Se i pjesë janë mashtrues. Mori shtëpinë të bëjmë shumë xhaje. Po, ato e a di pse ato atyre ishin tamam, se zveshin kënd me Allahun. Kurse sot, kanë dalë disa që s'po e vjen Allahun, po vjen interesat e kësaj dynjaje. Prandaj ti mos e ndaj shtëpinë. Mos ndaj asgjë derisa të bindesh që tjetri është i mirë. Po i mençur, se ne s'do mashtrues midis nesh. Vallahi më një gjë mirë se i kam 15 vjet mbi kuriz, kam kaluar shumë në Shqipëri. Si jemi njoft, se s'kishte dalë Facebook. S'kam lëviz kur në troje shqiptare. Shumë kam thënë. Në Shqipëri, mbi 100 emisione, 200-300 emisione, s'kam lënë televizion pa folur për Allahun në gjepë në shamë. Kam thonë këtej, kur s'ka marrë. Pse? Kam thonë, në klasë parë jam. Do thotë dikush, po tani që klasë shkore? Tani jam të dhonë provimet, shoh ku jam. Që mësë më thoni mirë, e kalova klasën e parë, klasë 2, mirë, nuk jam keq. Alhamdulillah. Prandaj vëllezër për hir të Allahut. Mos ta shesim njëri tjetrin, po ti jemi edhe të kujdesshëm, se janë gjithë aty kulturë. Por, mos e shkel moral tjetrin, mos e mashtron pasuritetin, mos e dër gjatë. Ka dhënë haram e ka muslimani më ia pret të treja. Ki kujdes, nuk janë gjithë engjëj kujdesh. Nuk e kanë gjithë me sinqeritet, nuk e vën gjitha. S'po flas për ne që jemi këtu se ju sa keni këtu. Duke ndër djesh për të dëgjuar fjalën e Allahut, ju ka begatuar mali Zot, po flas për gjithë troje shqiptare, për gjithë muslimanë kudo që janë. Ka nga ato që se fund krijuesit fare, i la Zoti fundit dhe i ka fund mashtrimin e shirkut. Prandaj mirë duhet të go, po me kujdes, me e njohë kush është. Me e pa i e mirë, që mos pendohesh nesër thut, ja pas kam dhënë batakqiu, pas kam ndihmu të keqi. Por me kujdes, po mirësia do të jetë në shpirt. Por mos me shajt vëlla musliman, mos me ofendu musliman, mos me i bë keq muslimanit, me e pasi vëlla, e kemi obligim të mirë moral, me i buzqesh, në qoftë se jemi musliman mirë, kur ka i hidhërim me i shku dhe me e ngushtu, kur ka i gëzim, me e gëzu më shumë me ja thoni fjalë të mirë. Kjo ka thonë Kurani, është suksesi. Ti thu fal 5 vakte, për vete e ke. Thu ti fal namaz note, për vete e ke. Thu ti agjëroj verë, unë them për vete e ke. Ti s'do të më shqetësu mu. Me që falë 5 vakte, nëzija jetën besimtarëve në xhamia atëherë. Ti këto ibadete i ke për vetën tate, unë të shoh moralin, unë të shoh sjelljen, unë të shoh buzëqeshjen, unë të shoh si e larg ekstremin, unë të shoh mesatarin e hartë, unë të shikoj ty në familje, por kem ndërtuar familje të shëndosh, ke edukuar fëmijët, po i arsimon me shpirt dhe me zemër, unë ty të përqafoj dhe du shumë përqafoj veten time nëse e zbatoj, po ibadetet i ke për vete, moralin, sjelljen dhe etikën dhe kulturën i ke për shoqërinë dhe ne këto muslimanë. Allah i do në ndryshoj madhi Zot, që ose da i shofë mirë tjeni pak për pak të parime në vaja. Botës kemi për gjithë dhe ndritë. Që o Zvicerian, që o Gjerman, që o Austria, do i shikojmë atyre të njëra dhe të fshirët, do themi bravo që e korekt në punë, se ke mirë që së rritë të papira gjatë ditës, sepse në mirë që e korekt në punë, darë dhe të haroku me shkoqmi. Jo është realitet. Dhe nuk i them atyre në Shqipëri, ka punë, i jem duke të më kalu më bëj qik me parimet që kam disa njerëz tu, pastaj u bë musliman, sepse muslimani është në universitet, ju i them njëri akoma në klasë parë, jo do të kemi hec ne. I them, nuk bëhesh europian se ma i qenë me vetë. Ka cato dhe kapa Europën, që ke bëmë mërë? Ka mori qenë bëve simpatik dhe ma i rrugësh. Nuk bëhesh. Ska gjithë. Europa ecim shkencë, në ekonomi, ecim punë, derdhin djerës, me i qenë vogët s'ke po kur gjo. Kur gjo parë. A të bëjmë dua Allahu. Po që do të bërë Pjesën një lutje do të bërë, pasi të na këndojnë Albaniku dhe ajeti ilahi. Ka një ilahi, apo do të ullosim qëtësiju, vëllezër 2-3 minuta. Dhe hoxha do të na këndojnë, pas do të na bërë një lutje. Elvis do të vazhdojnë, do të keni mundësi. Inshallah si e këtë bërë. Jam shqiptar me
plot iman, jam feja islame, sunnet e Kur'an. Kemi shumë armiq, si sot e si dje, gjithmon ju pengojnë, komi me gjithë. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, me thosh kupe kumano, gostivali me teto, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipetar. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, me thosh kupe kumano, gostivari me teto, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipetar. Të lutëm o Zot, mbrëmje e agim, dërga shumë më shqip, bi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, në dërgo fitaren, o Zot sa më par. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, me thosh kupe kumano, gostivari me teto, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipetar. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, me thosh kupe kumano, gostivari me teto, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipetar. Shkupi, festivari, unë kam qenë. Pa të mendu që së kemi tribunët madhe, ju ja kalusat. Pa shkatë madhe. Më keni dhënë një motiv jashtë zakonisht madhe. Edhe më keni knajsh shumë, dhe unë do jemi shumë i motivun për të ardhmen për të vazhdu misionin tonë, sa të kemi mundësi që me e folj fjarë në Allah, të ashtu si shduhet, si mas asaj të durije që në ka dhoni madhi Zot, edhe në të njëjtën kohë, si mas mjaltit që a i në shpërndau neve, dhe në shpërndau njëri tjetër. Shpresoj për në i vit jërë kam karikim kështu për njërë fana. Allahu ju shpërblet, në logaritën i që shdo hutbe, shdo ligjeratë, keni dhe ju se va. Për shkak se jam shumë i knaqë. Ka të zemrës ju falenderoj shumë. Ju begatofti madhi Zot familjet e ju. Inshallah, i bëjmë dua Allahut, se ndoshta ai përgjigjet Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslim. Lavdet pafund me i bëjnë Allahut madhërisëm, e lavdërojmë dhe madhërojmë pafund krijuesin tonë dashur. Amin. Përshëndetje sinqerta nga thellësia e zemrës për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Allah të qofshin fal, gjithsecili nga ne që jemi prezent vëllezër dhe motra, i dim kusuret e jetës tonë, mëkatet tona, taksiratët tona dhe gabimet tona, por shpresëm nuk e humbim i madhi Allah këtë na i fal gjitha gjinafet e jetës tonë. I madhi Zot asnjë mos dali sot nga kjo xhami se ti na ke pastru, na ke posi engjëjt e qiellit. I madhi Allah na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Allah na i fal dhe mëshiro baballarët dhe nënat tona.
Ato që i kemi këtë botë, ma adhi Zot mbuloj me mirat e tua. Ato që kanë udhëtuar dhe kanë bërë udhëtimin e madh që është vdekja, ndriçoja shpirtin i madh i Zot atje ku ka. I madhi Allah të qofshim falë në arsimon në i botë moralshëm, në i falë në mëshirë të rritë dhe të eja tona. I madhi Zot ato fëmijët tonë të pafajshëm që po rritën bëj dietar të metit Islam. Bëj hafiz Kur'anit famlart. Ruaj i madhi Zot ato nga çdo e keqe. I madhi Allah gjithë secili për ne çdo udhëtoj që madhështia jote do vdes. Apo të jetojmë devotshëm, të vdesim si devotshëm. Kur të vit çasti me dhënë shpirti i madh, Zot themi fjalën la ilaha illallah dhe ti jesh i kënaqur me ne. Amin ya Rabb. Lutemi shumë nga ditë madhe të gjykimit, na mëshirosh dhe na përfshish me faljen tënde. Na bashkosh me profetët e mëdhenj, me Muhamedit alayhis salam, me Isa alayhis salam, me Musa alayhis salam, me Ibrahimin alayhis salam, me Nuh alayhis salam. Amin. I madhi Zot na jep xhenetin e Firdausit, na ringa zjarrit më shumë i xhenemit. Amin. I madhi Zot na jep përjetësinë tënde të mrekullueshme. Ta bën nga njerëzit e mirë dhe të dobishëm që i pa begatia dhe nuri jot sa ishin këtë botë. Dhe na jep i madhi Zot famë të madhe, mirësi të madhe me profetët e tuaj ditë gjykimit. I madhi Zot na sqaroi me qartë në Islam që kur vjen begatia jote vjen këtë botë dhe në botën tjetër, na jep mirësitë të dy botëve. Na mbulon me të mirat e tua të pamundishme në këtë botë dhe ditën kur të dalim përpara teje i madhi Allah. Lutem shumë dhe me shpirt na jep mençuri, zgjuarësi dhe moral të jemi vëllezër në emrin tënd. Jetojmë në harmoni dhe në mirësi me njëri tjetrin. I madhi Zot vitet janë të pakta, ditët e jetës janë të pakta, dhe ti na i mundson neve t'i kalojmë ato me njëri tjetrin me lumturi. I madhi Allah të lutem me shpirt dhe me zemër të qofsha val, na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe të shprim. Janë ato që i begatove në jetën e kësaj bote dhe i do i nderosh shumë në botën që do të vijë përpara teje, o Allah i gjithfuqishëm. Na bën neve nga ato që luten dhe lutja nuk thehet bosh, por nga ato që luten dhe ti madhi Zoti i përgjithshëm. Begatoj gjithë muslimanë dhe muslimanet e botës. I jepi atyre mençuri, zgjuarësi, moral, kuptim, vizion dhe të lirësi dhe humanizëm të jenë muslimanë që lëvizin sipërfaqen e tokës dhe japin leksion për gjithë botën. Na bën gjithë dhe si imeni Muhammed Mustafa, ndesim muslimanë të mirë dhe të jemi në rahmetin tënd. I madhi Zot ato të cilët organizuan këtë tribunë, mbuloj me të mirat e tua. Ato vëllezër dhe motra që sakrifikuan, i madhi Zot çdo hap që hudhën, këte janë të mirat pakuvishme këtë botë dhe botën tjetër. Mos na lënë askënd për ne jemi sot sa do kuzuret kemi, i madhi Zot pa na fal, mëshiru dhe mbulu me të mirat e tua. Ti je më i miri, i madhi Zot, ti je më i larti, ti je më i bukuri, ti je i gjithfuqishëm, ti je i gjithkushteshëm, ti je i paqshëm. Ti je Zoti që u kujdese për ne në bashkët e nënave tona. Ti mendove i madhi Zot për ne, për fytyrën tonë, për fizionominë tonë, për riskun tonë, për daljen këtë botë i madhi Zot që ti e kishe përgatitur me gjitha të mira. Falënderimet pa numër të bëjnë në kryusin jonë i dashur, të duam shumë dhe të lutemi me shpirt, të duam gjithmonë më shumë dhe më shumë me interes i madh i Zot e prisim na duash ti neve ya Rabbel Alamin. Amin, amin, amin. Allahu ju begaton gjithë. Allahu shpërblet hoxhën e xheratën dhe për këtë lutje inshallah Zoti e pranon prej ne, Allahu shpërblet për durimin që kanë. Do të lutim që të keni mirë kuptim gjatë daljes, vëllezër, për